Ministri i Punëve të Jashtme i Serbisë Marko Đurić u takua me sekretarin e përgjithshëm të Organizatës së Shteteve Amerikane Albert Ramça Dramdin në kuadër të sesionit të 55 të Asamblesë së Përgjithshme të kësaj organizate rajonale, e cila po mbahet në Antigua dhe Barbuda. Đurić theksoi se Serbia kushton rëndësi të madhe zhvillimit të bashkëpunimit me vendet e Amerikës Latine dhe Karibeve dhe se prania e Serbisë në këtë takim konfirmon angazhimin e saj për të ndërtuar lidhje më të forta me këtë rajon. Në margjinët e Asamblesë, Đurić u takua me disa përfaqësues të vendeve pjesëmarrëse dhe falenderoi Brazilin për mbështetjen e tij parimore për integritetin territorial të Serbisë. Në kishën e Shëngjegjit në Prizren u mbajt një shërbesë përkujtimore për viktimat e pafajshëm të fshatit Dojnis, të cilët u rrëmbyen dhe u vranë nga pjesëtarët e ushtrisë shërimtare të Kosovës në këtë ditë të vitit 1999. Igumeni i manastirit Shëngjegjit pas përkujtimit Shën Mikjel tha se sot nuk e din se ku janë trupat e të vrarë, të gjitha ata janë gjallë të Zoti. Në përkujtim morën pjesë edhe ndihmës drejtoresha zyres për Kosovë dhe Metohi Milena Parlić, e cila tha se kjo datë nuk është vetëm një tragjedi për familjarët, por një simbol i vuajtjeve të gjithë banorëve të Prizrenit dhe një simbol i vuajtjeve të popullit serb. Seanca sot me Kuvendit e Kosovës u ndërprej pa votim me pëlqim të gjithë partive parlamentare dhe nuk është saktuar vazhdimi. Siç njoftoi kryesuesi Avni Dehari, seanca do të vazhdojë pas konsultimeve që lideri i vetëvendosjes Albin Kurti duhet të bëjë me përfaqësuesit e partive politike. Kjo ndodhi pas se Gjykata Kushtetuese e Kosovës shpalli vendimin i cili përcaktoi se deputetët kanë maksimum 30 ditë për të përfunduar konstituimin dhe se seanca që filloi me 15 prill deri me tani nuk është zbatuar në përputhje me Kushtetutën. Eugen Cakollin nga Instituti Demokratik i Kosovës vlerësoi se vendimi i Gjykatës Kushtetuese zgjidh disa çështje thelbësore të krizës në Kuvend, por se nuk ofron një zgjidhje të plotë për problemin. Ai theksoi se vendimi konfirmon që votimi duhet të jetë publik, por nuk specifikon pasojat në rast të mosrespektimit. Analisti politik Shkelzen Maliqi beson se tani fjalën e ka presidenti Vjosa Osmani dhe se është rëndësishëm që lëvizja vetëvendosje të propozojë menjëherë një kandidat tjetër, sepse siç tha ai, kandidatura Albulena Haxhiut është harxhuar. Albulena Haxhiu ka thënë sot në mëngjes nëse merr 61 votat e nevojshme në votimin e fshehtë, vetë do të tërhiqet kandidaturën e saj. Sipas ish ambasadores Branka Latinović, sanksionet e vendosura nga Bashkimi Evropian ndaj Kosovës 2 vjet më parë patën efekt në fushën e pezullimit të negociatave midis Bashkimit Evropian dhe Prishtinës dhe në lidhje me marrëveshjen e stabilizim asociimit dhe kur bëhet fjalë për projektet financare, ndërsa pjesa politike këtyre masave nuk ishte e dukshme. Aleksandr Shluka, bashkëpunëtori i organizatës jo qeveritare Nisma e Re Sociale, thotë se Bashkimi Evropian donte të dërgonte një mesazh qeverisë së Kosovës me sanksionet për të ndaluar veprimet e njëanshme dhe se duhet të ketë deeskalim, por ndodhi e kundërta gjatë 2 viteve. Universiteti në Mitrovicën e Veriut festoi 55 vjetorin e punës me një akademi ceremoniale dhe në këtë ceremoni u ndan çmimet studentëve, profesorëve, stafit shkencor mësimor, si dhe individëve të shquar më të mirë. Karta Vidovdanit ju dorëzua dhe universiteteve që kanë bashkëpunuar me atë institucion të arsimit të lartë për shumë vite. Karta për rezultatet e jashtëzakonshme në mbledhjen, mbështetjen e zhvillimit dhe popularizimit të shkencës, veçanërisht në Universitetin e Mitrovicës së Kosovës, ju dha Ministrisë së Shkencës, Zhvillimit Teknologjik dhe Inovacionit të Serbisë dhe çmimin e mori sekretarja e Shtetit Aleksandra Shuvaković. Në kuadër të festimit të Vidovdanit në portën e manastirit të Graçanitës u mbajt një konkurs për vajzën kosovare dhe fituesja ishte Kristina Jokić nga fshati Banjë në komunën e Serbicës.
11 vajza garuan për titullin e vajzës më të bukur të Kosovës fituesja. Kristina Jokić nuk e fsheu gëzimin e saj, ajo theksoi se ishte shumë e gëzuar, por se nuk priste fitore. Në zgjedhje për vajzën e Kosovës morën pjesë dimës drejtoresha zyres për Kosovë dhe Metohi Milena Parlić, Peshkopi Teodosie, kryetarja komunës së Graçanisës Liljana Shubarić dhe kreu i qarkut administrativ të Kosovës Srđan Popović. Edhe nesër do të jetë moti i këndshëm dhe pavap me intervale alternative me diell dhe me vranësira dhe era e fortë veriperëndimore. Do të jetë me diell dhe me grot nga e diela dhe javën tjetër pritet një valë e re vape me temperaturat mbi 35 gradë. Nesër temperatura mëngjesit do të sillet nga 18 deri në 22, kurse ajo maksimale ditore nga 28 deri në 32 gradë Celsius.